Gëzuar ditën e pavarësisë. Vëllezër e motra, bitë e mi, do t'ju rëfej një të fshet. Shokët e mi të udhës e të halëve, ata që janë këtu, e ata që si kemi pranë, të më falin. E ruanja në zëmër këtë të fshet, jo për vete, po që t'ju atregonja juve sot këtu, në këtë ditë të shënuar, dhe jashtë më mundonte. A do të arrinin valë të ngrinim flamurin në 28 nëntor? Ju do të pyesni, ç'bëri 28-a, ç'bëri 30-a? Por vëllezër dhe motra shqiptar, në një ditë të tillë, në 28 nëntor, të motit 1423, Skënderbeu ngriti në krujë flamurin e Shqipërisë. Këtë flamur, vëllezër shqiptar, është nëntori i dytë i Shqipërisë. Qofti bekuar për jetë. Mirë se vini në një tjetër video në Shqipify. Sot do të flasim për një nga ditët më të rëndësishme në historinë e Shqipërisë. Do të flasim për ditën e pavarësisë së Shqipërisë. Kjo ditë festohet çdo vit më 28 nëntor. Më 28 nëntor 1912, Shqipëria shpalli pavarësinë nga perandoria osmane. Shpallja e pavarësisë u bë në qytetin e Vlorës. Një nga figurat më të rëndësishme të kësaj dite ishte Ismail Qemali. Ismail Qemali ngriti flamurin kuqezi dhe e shpalli Shqipërinë një shtet të pavarur. Ky ishte një moment historik për popullin shqiptar. Perandoria osmane kishte sunduar në Shqipëri për rreth 500 vite. Shqiptarët kishin luftuar gjatë gjithë historisë për identitetin dhe gjuhën e tyre. Dita e pavarësisë është një ditë feste për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Festime bëhen jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, në Maltëzi dhe në diasporë. Në këtë ditë organizohen parada, koncerte dhe aktivitete të ndryshme. Njerëzit vishen me rroba tradicionale shqiptare. Këndohen këngë patriotike dhe kërcehen valle popullore. Fëmijët mësojnë për historinë e vendit të tyre në shkollë. Familjet mblidhen dhe festojnë së bashku. Shqiptarët janë një popull i lashtë dhe me histori të pasur. Ne kemi ruajtur gjuhën, traditat dhe kulturën tonë për shekuj. Gjuha shqipe është një nga gjuhët më të vjetra në Europë. Dita e pavarësisë është një kujtesë e sakrificave të paraardhësve tanë. Ata luftuan për një Shqipëri të lirë, dhe ne kemi një detyrë të mos e harrojmë kurrë këtë. Dita e pavarësisë nuk është vetëm një fest, ajo është një ditë reflektimi dhe krenarie. Është një ditë për të nderuar ata që dhanë jetën për atë dheun. Është një ditë për ta dashur më shumë vendin tonë. Është një ditë për të qenë më të bashkuar si kombë. Unë jam krenar që jam shqiptar. Jam krenar për historinë dhe kulturën tonë. Jam krenar për flamurin kuqezi. Dhe jam krenar për ju që po mësoni gjuhën shqipe. Faleminderit që ndoqët këtë video. Nëse ju pëlqeu, mos harroni të bëni like dhe ta shpërndani.
Gëzuar ditën e pavarësisë së Shqipërisë. Roft Shqipëria!